Për Shkodrën, aty ku rrita, aty ku fillova jetën dhe ku filluan edhe ëndrat e mia. Unë nuk jam rrit tamam në qytet. Jam rrit diku afër Shkodrës, një 5 kilometër larg, që është një katun që quhet Renc. Aty kishim shtëpinë, pronën, gjitha, se babai ishte agronom. Kështu që kur vinte pranvera për shembull dhe shifshe gjatë lullëzimit, ishte një frymëzim që të ngjallte me ëndrru. Mandej miqësitë familjare që kishin me familjen Jakova, dhe sigurisht edhe me ata që fillova të mësoj piano, që quhej Aida Melgushi, që ka mësuar gjysma Shkodrës, ka mësuar piano me të. Ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm. Vinin vazhdimisht çdo të diele, vinin aty se ishte një luginë e bukur me kroje, me ujë të pastër, edhe vinin piknik, dhe vinte gjithmonë Frank Jakova me korin e shtëpisë kulturës. Kështu që ishte një jehon në atë qetësi hyjnore, ishte një jehon shumë e bukur të ndëgjosh zana njerëzish, të kualifikuar. Dhe pastaj kur ikte, lante një instrument, fizarmonikën e vet, e lante në shtëpi aty, që ta kishte javën tjetër. Dhe këtë javë shfrytëzoja unë, ashtu, me panimin e kërkuj, me tentativat e mia. Mu ngjall kjo ëndër dhe vazhdova. Bana konkurs, erdha në lice artistik. Lice artistik bana 2 vjet, se isha një moshë pak më të madhe se sa ishim, se 6 vjeçarët pranoheshin atëherë. Unë isha 11 vjeç, e nuk më pranone për piano tamam. Kështu që i bana një 2 vjet flaut me një profesor të paharruar, Ramadan Sokoli. Pastaj njohjet me familjen e Frank Jakovës, që gjithmonë ishte nxitës për të marrë me këtë gjë. Edhe ashtu, ai ishte ban shkak që të bëj konkursin për lice artistik dhe të vit studioj në Tiranë. Në Shkodër pastaj ka pas edhe një plejad që kanë lënë emrin gjithë kombën, Qezadeja, Tiçdaia, Tonin Harapi, Pjetër Gaci, Leonard Deda, Zydi Barbullushi, Koligjina, i pari violoncelist në Shkodër, se s'kishte violoncelist. Kanë qenë instrumentista shumë të talentuar. Në Tiranë pastaj që u mlodhen të gjithë në Tiranë, se u mbyll, ishte faktikisht këto shkodrant e kanë mbajtur institucionet artistike të Tiranës. Gjithmonë ishin në rolin e këshilluesit e të mësuesit. S'ka pas orkestër Shkodra. Orkestra është ban 46-ën. Po ka pas instrumentista që ishin, mësonin privatisht në shtëpia. Aty ka dalë edhe nga Shkodra, ka dalë edhe një violinist me famë botnore, Ludovik Naraci. Është ban një koncert i madh në 48-ën në Shkodër, që nuk e përmend kërkush. Dhe aty ka qenë një ndër korët më të mira të botës, një kor kroat. Dhe bëj koncert, mu më ka ngel si vegim, si një gjë, si një ëndër e bukur. Pse ndodhi që opera e parë u bë nga Frank Jakova në Shkodër? E kishin hapur rrugën të tjerë para atij, mësuesit e tij. Tentativa për opera është bërë që 1915, 1912 bile, më herët. Kështu që
do të lindte në Shkodër pa tjetër opera. E kështu vendosa në Tiranë. Mas I mbarova shkollën 66-ën, më emëruan në Puk. Një burr I dashur, kishte edhe simpati për mua. Piro Papalilo, ndërhyni, nuk e di, deri lart ka shku, dhe me majti në Tiranë. Aty kalova pjesën më të bukur të jetës time, në Pallat Pionerëve. Me kalamaj, që nga pis, sot janë artistat mëdha, që nga Ylka Mujo, Dorian Ninja, Inva Mula, Ermonela Jaho. Kështu filloi jeta ime. Kohën më të bukur sakrifikova, sigurisht, sakrifikova profesionin. Pallat Pionerëve, se u donte mu marrë me aktivitete aty, me tjetër gjë. Po nuk jam fare pishman. Nga qenë koha më e bukur e jetës time, mu marrë me fëmijët. Punova 5 vjet në Kino Studio, si redaktor I muzikës filmave, ku pata rastin që edhe unë të bëj ndonjë gjatë vogël. Qoftë filmat për fëmijë më shumë, në ato me vizatime, edhe filmat të tjera. Janë bashku bëjnë 14 muzika filmash. Kështu që diçka më vleti ajo kohë. Pastaj u transferova në Akademi të Arteve, aty dola në pension. Në radio televizionin shqiptar. Atëherë ishte vetëm radio. Ka qenë diku te rruga Kavajës, radio e vjetër, ku ishte një personazh shumë I dashur dhe shumë I përkushtuar për muzikën, Abdullah Grimci, I cili dhe ideoi dhe filloi edhe festivalet. Deri para 4-5 vjetëve kam pas mjaft të ngjeshëm aktivitetin. Po, pak mosha, pak edhe gjendje fizike, e tashi ma shumë mendoj se çfarë kam thënë. Edhe kujtoj gjërat e bukura. Do kisha dëshirë shumë që mas asaj që thash që kur hyn në Shkodër emocionohem dhe zemra më rrethnoshe, t'isha edhe unë bashkë me ju në Shkodër. Do të takojse shumë miq, bashkohës të mi, të dashur, artista. Po, mosha edhe gjendja shëndetësore nuk ma lejoj këtë. Ju kërkoj ndjesë, po inshallah bëhem ma mirë edhe e shoh edhe një herë Shkodër.